Shtetet e Bashkuara po shqyrtojnë mundësinë e përdorimit të aseteve të Iranit për të mbuluar kostot e dëmeve të shkaktuara nga Irani në vendet e Gjirit Persik. Sipas Reuters, sekretari amerikan i thesarit Scott Bessent ka ngarkuar një ekip për të vlerësuar dëmet e shkaktuara në Kuvajt, Bahrein dhe vende të tjera të rajonit me qëllim që asetet iraniane të mund të përdoren për rindërtime dhe riparime. Kjo mas mund të përfshijë edhe financimin e dëmeve të ardhshme që mund të shkaktohen nga veprimet iraniane. Ky zhvillim vjen në një kohë kur përpjekjet për paqe thuajse kanë ngecur dhe një ditë më parë këshilltari i udhëheqësit suprem të Iranit deklaroi se një marrëveshje do të ishte e mundur vetëm nëse SBA do të lironte 24 miliard dollar asete të ngrira. Në këto kushte, ideja amerikane për përdorimin e parave të Iranit për të kompensuar dëmet e rajonit mund të krijojë tensione të reja. Ndërkohë, situata në terren mbetet e paqëndrueshme. Forcat amerikane goditën objektiva radarësh iranian në ngushticën e Hormuzit gjatë natës dhe rrëzuan disa dronë që konsideroheshin kërcënim për trafikun detar. Në përgjigje, Irani pretendoi se kishte sulmuar bazat amerikane në Kuvajt dhe Bahrein me raketa balistike. Shumica e raketave u neutralizuan, ndërsa dëmet e shkaktuara ishin kryesisht materiale dhe pahumbje jete. Tensionet u shtrin edhe në kufirin mes Izraelit dhe Libanit, pasi Tel Avivi njoftoi se kishte kapur 2 predha të lëshuara nga territori i fqinjit verior.